Pra ky akt vendim i nxjerrur para 2 dite po vjen nga gjykata themelore e Frizajt, unë them që ishte i drejtë dhe jam ndjerë mirë si person i atakuar nga personi në fjalë i cili kishte përdorur çdo gjë që për të cënuar dinjitetin tim personal dhe personalitetin tim në atë kohë, dhe në një moment ne morëm këtë akt vendim dhe po presim që ai të jetë i plot fuqishëm dhe të zbatohet ajo që është shkruar në akt vendim nga personi në fjalë. Unë kam bërë publike edhe në rrjetin tim social, tashmë është e ditur për opinion, mjetet cilat me akt vendim të gjykatës themelore të Ferizajt është përcaktuar që ky person për shpifje dhe fyre që ka bërë të ndërshkohet edhe financiarisht me 25.000 euro, unë këto mjete në momentin alokimit, që kom të ditur edhe në statutin të Facebook, do t'ja alokoj direkt në shoqatet e dalura nga lufta. Dhe pikërisht ky veprim imi ose ky vendim imi për të bërë këtë alokim drejt shoqateve të dalura nga lufta është si pasojë e asaj që dim gjithë opinioni, personi në fjalë ka njollosur nëpërmjet një kori të përbashkët të një punimi shkencor që tashmë është bërë i njohur në vitin 2011 apo 2012, dhe në atë shkrim është njollosur Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe si pasojë e saj mendoj që përfaqësuesit e kësaj që ne quajmë lirë më të madhe kombëtare, siç janë shoqatet e dalura nga lufta, janë goditur mas shumë dhe pikërisht për këtë çështje. Këto mjete që janë nxjerrur në fakt me akt vendim të gjykatës themelore dhe pritën të alokohen në momentin në kohën e dur, unë kam marrë vendimin që këtu të alokohen direkt në shoqatet e dalura nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.